Vetëm në Mitrovicën e Veriut. Vitet, do me thonë, 89, kur ja kanë lisë një largu prej punës, deri në vitin 1999, dikon 24.500 qytetarë të komunitetit shqiptar kanë qenë. Tani për momentin janë vetëm 4.000 qytetarë të komunitetit shqiptar. Kjo tregon për një mospunë të institucioneve tona qendrore tani e 26 vite. Në vend që prej 24.500 të ishin 100.000 qytetarë të komunitetit shqiptar, ne kemi rënë në 4.000. Kjo tregon për mos punën ose për punën e keqe të institucioneve tona. Çdo gjë që bëhet, unë shpeshherë ja kumbo edhe pyetje, diçka që e don të investon, një qytetar, një person i thjeshtë kur e don edhe vetëm personalisht, ai rregullohet, i blen rrobat e mira, i rregullon domethënë pamjen pse e don vetëm. Zyrtarët tonë, jo vetëm këta tash që janë, por edhe ata që kanë qenë më herët. Plot gojën e kanë pas Veriu i Kosovës, jo Treça, jo Ujmoni, jo këto, po investime konkrete nuk ka pas. Investime që vrehen tek qytetarët, tek jeta e përditshme e qytetarëve. Nuk është vetëm rindërtimi. Ne kemi vetëm në Mitrovicën e Veriut i kemi përmi se 300 shtëpia të djegura tash që po flasim. Qeveria e Kosovës i ka ndërtu dikon 40 shtëpia të 2 vite në Veriun e Mitrovicës, ku shumica për tyre janë të pabanueshme sepse nuk është rregulluar infrastruktura për këta qytetarë që ju kanë rindërtu shtëpi. Edhe nëse zyrtari ose kryeministri ose ministri i pushtetit lokal ose ai i infrastrukturës që i ka ndërtu ta dëshmon vetëm që i kemi shpenzu 1 milion ose 5 milion euro për rindërtim. Dhe rezultati është që ata qytetarë nuk kanë mujt më kthyn në pronat e tyre për çfarë do arsye, atëherë nuk është kurfar rezultati kjo. Që si lloj formash të punëve i kanë bërë qytetarët, domethënë zyrtarët tonë të secilës qeveri ku rezultati është ky siç thash. Në që të ishin 100.000 qytetarë të komunitetit shqiptar në Mitrovicën e Veriut, tani kemi vetëm 4.000. Të qartë. Dhe me politikat kësaj natyre përkundër